Përshëndetje të gjithëve, unë jam Athina Lolo dhe mirë se erdhët në Vera me Athinan. Vera natyrisht vjen me temperatura tepër të larta, më shumë det, më shumë kohë e lirë për pushimet dhe më shumë kohë e lirë për të lexuar libra. Dhe pikërisht sot do të flasim për librat me themeluesin e shtëpisë botuese Dudaj, Arlinda Dudaj. Arlinda, përshëndetje. Përshëndetje se erdhët. Atëherë, me sa dim, ju sapo keni nxjerrë dhe librin më të ri të Barack Obamas, Tokë e premtuar. Si është pritur? Në fakt është një libër për të cilën folëm edhe në një takim të së bashku, është libri premtuar. Toka e premtuar është në këtë çast që po vjen, është do thoja një nga margaritarët më të rëndësishëm të shtëpisë botuese Dudaj. Është një libër që na u desh kohë, po jo dhe aq shumë, sepse po ta mendosh, libri ka dalë vitin e shkuar në Amerikë, por natyrisht janë shumë faqe të cilat edhe një punë shumë e madhe qofte për kthyesit, Alken Miftiut, por edhe e redaktorit, edhe e gjithë stafit të shtëpisë botuese, dhe arritëm në një botim të jashtëzakonshëm që është ky i sotmi. Edhe është i rëndësishëm për shumë arsye, natyrisht ky libër, e para sepse është libri i një personi, një politikani, po i një njeriu mbi të gjitha, gjë që cilën ti e has në momentin që lexon librin. Këtu ndjehet Barack Obama, ai që njohim të gjithë si politikan, por ndjehet shumë edhe pjesa e tij njerëzore. Edhe të thuash më fal, këtë gjë nuk e bëra mirë, unë desha të bëja në fakt këtë gjë, po nuk arrita ta bëj deri në fund, edhe kjo është njerëzore. Domethënë, ky libër, përveç se ofron pafundësisht informacion çfarë ndodhi me botën, sepse në fakt ky është libri i parë ndër dy libra që do vinë. Siç dihet, Barack Obama qëndroi në presidencë për 8 vite. 4 vitet e para, në fakt ky flet për 4 vitet e para, 2008 që kur fitoi zgjedhjet, e deri në 2012-ën, kur u rizjodh prapë. Domethënë aty shkëputet libri i parë dhe do të ketë një libër tjetër, por këtu është gjithë rrugtimi i një njeriu që vinte, le themi, jo se vinte nga hiçi, sepse natyrisht kishte bërë një karrierë, ishte puna e një jete të tërë. Në fakt, duke qenë se Barack Obama ka shkruar edhe 2 libra të tjerë, ndër të cilët njëri është autobiografik, ne diçka dim nga shkruara e tij. Po natyrisht këtu në këtë libër përsëriten edhe ai flet për familjen e tij, për lidhjet familjare. Natyrisht më shumë ka politik, po ka dhe shumë ideal. Domethënë, Baracku flet për atë që ai donte për Amerikën, çfarë donte të ndryshonte në Amerikë, edhe natyrisht edhe për gjërat që bëri, si u përball me krizën e 2008-s, ka brenda këtij libri dhe shumë kulturë, do thosha, dhe shumë informacion kulturor, sepse në çdo vend ai dhe e rrëfen me shumë hollësi këtë gjë, në çdo vend ku ai ka qenë si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka treguar, ka rrëfyer për kulturën e atij vendi, për njerëzit. Dua them që brenda këtij libri nuk është thjesht një libër i një politikani që shkruan historinë politike, por ka brenda shumë informacion edhe kulturor. Ndaj do thoya për një njerëz që do të marrë, le themi, shijen e një libri të plot në të gjithë aspektet, ose le themi të një informacioni të detajuar të asaj çka kaloi e gjithë bota, se Amerika në fund ditës është, si thua, nuk po them qendra se fjalë madhe, por nga Amerika varen fatet e shumë vendeve, qoftë për mirë dhe qoftë për keq. Edhe ndjehet shumë pjesa e ideve të tij të majta, domethënë duke i shpjeguar se çdo thotë majt në Amerikë është një diskutim shumë i gjatë. Në fakt duhet të lexuar libri për ta kuptuar dhe për të shtruar shumë pyetje, ose le të themi më shumë se për të shtruar pyetje, për të marrë ca përgjigje të pyetjeve që i ke brenda vetes. Për mua është një libër që nuk do të humbur në asnjë lloj mënyre, sepse thash nuk se thjesht merr informacion politik, po merr një shumëllojshmëri informacionesh, që i duhen njeriu dhe për kulturën e vet përgjithshme. Duke qenë se jemi në sezonin e verës, tani të kthehemi pak tek aktualiteti. Të gjithë marrim me vete nga një libër në valixhe ndërkohë që nisemi për pushime. Ju çfarë do na sugjeronit? Ka shumë libra të bukur në fakt që kanë ardhur, një libër që unë do ta veçoja dhe që është një libër shumë i dashur që lexohet edhe në takota, ka ngelur kjo pjesa e çadrës plazhi. Po në çadrën e plazhit mund të lexosh shumë gjëra, madje ndonjëherë mund të lexosh edhe gjëra të rënda, edhe si puna e këtij libri, për shkak se kemi më shumë kohë. Po një libër që ta veçoja është libri një shkrimtari gjerman që është shumë i ri, quhet Benedikt Wells, edhe titullohet Fundi i vetmisë. Është një libër, do thoya, shumë
shumë prekës, që ka, edhe se mund të lexohet nga kushdo natyrisht, është i shkruar mirë edhe trajton tema të rëndësishme që kanë të bëjnë me rritjen, me adoleshencën, me humbjen, me jetën, me vdekjen. Do të thënë, dhe është një libër që të prek telat më të thella që ke brenda vetes. Secilin nga ne ka gjëra që na kanë shënjuar edhe që sot qoftë në momentin që veprojmë apo bëjmë diçka, marrim një vendim dhe nuk arrim të kuptojmë pse e morëm, në fakt fillojmë, nëse reflektojmë thellë, arrim të kuptojmë që mbase ka qenë arsyeja e një shenje që na ka lënë e shkuara. Dhe në fakt ka një frazë shumë bukur që përkufizon këtë libër edhe e kemi vënë edhe në pas kopertinë, që është ajo se fëmijëria e vështirë sidomos, të kthehet dhe të godet aty ku ti nuk e pret. Sepse në fakt ky libër flet si për fëmijërinë, për rritjen, edhe për jetën dhe për vdekjen. Pra është një rrugtim i jashtëzakonshëm dhe mendoj që është një libër që mund të lexohet me shumë kënaqësi. Përveç këtij do të përmendja një tjetër libër që është një libër formues, shumë formues edhe informativ, për një kohë që në fakt për të rinjt është e kaluar, po dhe për mua po them që kam këtë moshë prapë, se flitet për ndryshimet e mëdha të viteve 70, 60-70, kur feminizmi arriti të fuqizohej, dhe është libri Kujtime vajze, Annie Ernaux, një shkrimtare franceze shumë e njohur. Është shumë e njohur, madje ka një e njohur në gjitha vendet e botës, edhe e lexuar shumë, por që shkruan në mënyrë të guximshme dhe flet për veten. Flet për veten si e përballoi adoleshencën e vet, edhe është një libër i vogël, por shumë i bukur. Ndërkohë, të gjitha librat e Fabio Volos mund të merren për ata që nuk duan të lodhen shumë dhe duan të lexojnë histori që rrjedhin. Nuk do veçoj asnjëri. Natyrisht është një libër i fundit, një dëshirë e madhe për të jetuar, po zakonisht njerëzit i lexojnë librat e Fabio Volos. Është lexim tek pjesa e shkrimtarëve shqiptar, Brunilda Zllami, me Fluturimi i fundit, ka një libër shumë të bukur, edhe gjithashtu një libër nga ata që të bëjnë të qash, po dhe edhe të gjesh shpresë, sepse zakonisht librat e Brunildës trajtojnë jetën, marrin jetën e një personi dhe krijojnë disa linja paralele, edhe është një libër i bukur, do thosha, edhe ky për të lexuar. Ndërkohë, çfarë keni vënë re më tepër? Çfarë shitet më tepër në këtë periudhë? Këto librat e thjeshtë që sapo përmend apo librat e rëndë të gjatë? Librat, gjithmonë mendoj, ku shitet më shumë? Dakor, letërsia është ajo që shet më shumë. Do me thënë, letërsia qoftë ajo e letërsia pak më vështirë, apo po themi libra thriller, për shumë dhe Camilla Lagerberg, është një nga shkrimtarët që ka dalë libri i 7, edhe ajo është një seri shumë interesante, Rretari i farit. Dhe përgjithsisht njerëzit ndjekin edhe shijet e tyre. Do me thënë, nëse të pëlqejnë shkrimtarë, apo përgjithsisht e marrë gjithë libra. Dhe ka shumë llojshmëri edhe në mënyrë, natyrisht memoirs pëlqejnë shumë, autobiografit, librat self-help, për librat vetë ndihmues, po kryesisht letërsia qëndron në vend të parë. Ndërkohë, kë libër do të vendosnit në krye të listës, një libër që do t'ja sugjeronit kujdo dhe për ta lexuar kudo në çdo vend? Shiko, atëre unë po dal pak nga pjesa e sugjerimit. Do të thënë, nuk është, jo mendoj mos është ajo që më pëlqen mua, po është një libër që lexojnë dhe e kam parë që ka një pëlqim në masë, ndoshta për shkak se ngacmon pjesën e brendshme shpirtërore, ose në kohë të vështira që jetojmë, është si një balsam, do thoja, i bukur, dhe ky është libri Sekreti, Rhonda Byrne. Ky është një libër në fakt që e lexon kushdo, burra, gra, të rinj. Do me thënë, ai në vetvete nuk është se të zgjidh gjithë problemet e tua, por të ngacmon ca pika që ti ke menduar, si ke menduar, bën që të ndihemi pak më mirë. Që të ndjesh pak më mirë, dhe ka të bëjë me pjesën e ngacmimit të shpirtëror më shumë, le të themi se pra jo që thotë si të bësh i pasur, si të bësh, nuk ka këtë lloj tipologjie, por të ngacmon me këto forcat e tërheqjes, bëj mirë sepse në momentin që bën mirë është kthe. Më të janë ca gjëra që ne i besojmë, thjesht ato janë të grumbulluar në një libër dhe në përgjithësi ky është një libër që bien të gjithë në konsensus. Ja, kjo është fjala. Po marrëdhënia e ne shqiptarëve me librin, si ka qenë? Si kanë qenë tendencat ndër vite? Atëherë, po të shkojmë në të kaluarën, ne brezi im, brezi prindërve tanë, ka qenë gjëja më e rëndësishme, absolutisht gjëja më e rëndësishme për ne ka qenë librat. Madje mua më kujtohet, i me më,
kishte zënë shoqe, librashiste se librat mbaronin, do me thënë mbaronin kopjet dhe ajo mbashin librat në banak. Kjo ka qenë koha më e mirë, më e shkëlqyer, por më e shkëlqyer në raport me librat që mund të botoheshin, sepse ka patur dhe censur. Pra, jo çdo gjë që ti mendoj dhe njerëzit, po prapë dhe ky dëshira e madhe për të gjumuar, për të gjetur librat edhe të ndaluar, shpesh për cilat ti rrezikoje, ishte një moment prapë i bukur, edhe shumë plot, le të themi, një lloj ndjesie shumë të mirë. Dhe kjo ka qenë maksimumi. Më pas viteve 90, pati prap një etje, dhe ka patur një etje që ka qenë gjithmonë më shumë në rritje, për shkak se mungonte letërsia bashkëkohore. Pra, ne kemi lexuar gjithë klasikët dhe shumë pak nga letërsia bashkëkohore, e cila u plotësua deri në vitin, po dhe edhe kur unë nisa në 2001-shin, prap kishte, domethënë, një lloj etje. Ndërkohë që tani kemi gjithçka dhe është ulur pak interesi për shkak edhe të teknologjisë, edhe të vrullit në cilën ecën jeta. Megjithatë, unë mendoj që nuk është absolutisht e pamundur, mjafton që ta vësh në rutinën tënde, siç thot një shkrimtar një orë, ta vësh në rutinën tënde që duhet të lexosh, edhe ajo kthehet pastaj si është një grep i bukur edhe të mban aty mbërthyer edhe s'të lëshon, sepse është vërtet është një kurth, s'po e quaj, po kurth i mirë, domethënë. Po libri më i shitur i shtëpisë tuaj botuese, cili ka qenë? Kemi pasur disa bestseller, ndër të cilat është për shembull De Browni, në fillim ai ka bërë Buj, libri sekreti, po dhe Urdina Xhunga ka qenë një bestseller, dhe ka qenë bestseller shqiptar, domethënë realisht. Dhe këtu në fakt doja të dilja tek autorët shqiptar. Po. Si ka qenë qasja, sa preferohen? Sa preferohet letërsia shqiptare dhe ajo botërore? Shiko, tani, edhe për hir të shifrave, po të nisesh, do me të sa shkrimtar nuk prodhojmë ne, natyrisht që ka prurë shumë nga bota. Edhe, natyrisht, shifrat janë preferohen më pak se sa të huajt, po edhe për shkak të sjelljeve, do me të sepse ndërkohë ka dhe shumë grafomani, ka shumë libra që botohen edhe kjo krijon një lloj kaosi, flas për autorët shqiptar, po dhe për të huajt tek e fundit. Dhe është e vështirë që të përzgjedhësh gjën e dur, por natyrisht kemi shumë shkrimtarë të mirë, shqiptarë të cilët ja vlen që të lexohen. Po gjatë pandemisë, si ndikoi pandemia tek marrëdhënia jonë me librin? Atëherë sot po lexoja tek marrëdhënia shqiptarëve po thua. Atëherë sot po lexoja një lajm që në Itali kishte një rritje prej 42%, një vit përpara ishte 30%. Dhe ishte kjo është pra pas pandemisë apo gjatë kohës së karantinës deri tani që jemi. Po Italia ka qenë në karantinë gjithë kohës, kështu që tani ka dalë nga karantina. Do të them ky ishte një lajm më tepër kohë të lirë dhe kanë shfrytzuar 42%. Diçka thotë Athina është një shifër e jashtëzakonshme. Është e pabesueshme. Domethënë, dhe lexoja edhe pjesën thoshte sepse ata i masin dhe më mirë shifrat edhe i masin më mirë sepse janë larguar kaq shumë nga libri. Pse nuk është dhe kjo shifër te ne? Jo, nuk është kjo shifër në mënyrë absolute. Natyrisht gjatë karantinës pati një rritje, edhe e pash me shumë dëshirë, po pastaj përsëri. Sepse, shiko, Athina, që fakti që në Shqipëri nuk lexohet, këtë mund ta shikosh shumë thjesht. Mjafton të dalësh në rrugë dhe të shikosh një shoqëri të egërsuar, që nuk ndalet, edhe që nuk ndalet edhe në kuptimin e përgjithshëm, edhe duke gllabëruar, duke agresuar, duke vrarë tjetrin, dua të them që kjo ka të bëjë shumë, duke si e çuditshme që unë po e bëj këtë lidhje, por në fakt ka të bëjë shumë. Dhe nuk ka të bëjë thjesht me librin, ka të bëjë me gjithçka, libri ka rrotull vetes, ka të bëjë me arsimin, ka të bëjë me një sër gjërash. Dhe shkaqet, jo mendoj mos do t'i kërkojmë te varfëria, do t'i kërkojmë tek puna që bëhet, qoftë në shkolla, qoftë nga prindrit. Megjithëse prindrit në fakt në përgjithësi së vërtetës edhe kanë atë dëshirën që fëmijët të lexojnë, po duhet t'i japin edhe vetë modelin fëmijës. Do të thënë është e gjitha një konglomerat gjërash, të cilat për fat keq ne këtu që flasim nuk duam të përçojmë absolutisht mesazhe pesimiste, unë nuk e preferoj. Po që duhet të thrasim mendjes, Dhe prandaj jemi këtu edhe për të folur edhe për këtë gjë. Edhe për të ngritur apele. Ndërkohë folëm për letërsi të huaj, për letërsi shqiptare, për romane, po poezia? Çfarë vendi zë? Sa preferohet? Poezia është në fakt është lënë në harres. Është lënë në harres. Ka disa tendenca në fakt edhe për të dhënë çmime laureati
poeti laureat e tjerë. Por, shiko, edhe këtu prap luan rol grafomania, ka shumë njerëz që shkruajnë poezi kudo. Do me thënë, edhe është qik normale, mund të thoja, edhe duke ju referuar eksperiencës e vëndeve të botës. Do me thënë, poezia është një zhanër që nuk preferohet. Thjesht sepse nuk e di, nuk di të ta them. Do me thënë, është dikur ka qenë më po jo dhe aj, gjithmonë edhe në raport me dikur, gjithmonë poezia ka qenë poshtë. Poshtë letërsisë prozë. Ndërkohë nëse do të vendosni një notë lexuesit shqiptar, cila do të ishte ajo notë? Notë? Po se ti, thash, nuk dua të përcjell, po themi te 7-ta, te 7-ta, që është një as shumë keq, po më tepër janë ata lexuesit e rregull që sa mbarojnë një libër fillojnë direkt librin tjetër, apo ka nga ata që vinë për herë të parë marrin një libër, thonë dua ta nis. Po, vinë shpeshherë dhe këtë gjë e has në panajër kryesisht edhe më pyesin për të këshilluar një libër, po që natyrisht ka lexuesi që lexon gjithmonë. Kjo nuk vjen ndryshim. Ndërkohë që nuk është ndonjë turp, ka edhe momente që se duket ndonjëherë kështu si ta thuash, ka edhe momente që nuk të lexohet. Domethënë që mund të mos jesh por i përqendruar. Nuk ishe përqendruar, ke një problem të madh apo jo. Po gjithsesi, domethënë, thash, nëse vihet në rutinën tënde të përditshme, është absolutisht e pandalshme dëshira për të lexuar. Çfarë mesazhi do jepni për të gjithë ata që janë larguar nga librat? Mesazhi do të ishte gjeni një gjë që ju pëlqej, që do t'ju pëlqejë edhe lexojeni, po sepse ideja është që edhe kur shkojnë që të pyesin, edhe mua pyesin për shkak çfarë libër të lexoj. Po në fakt unë pyes çfarë libër lexon ti, çfarë është gjëja që të pëlqen ty. Edhe ka njerëz që thonë filozofika, dhe duhet përshtatur, edhe kjo është në mënyrë për të dhënë diçka, për të këshilluar diçka që të pëlqen tek e fundit. Edhe absolutisht merreni dhe edhe një gjë të thjeshtë fare, thash, prandaj unë po ne botojmë edhe libra, botojmë libra të ndryshëm, domethënë, edhe nga ato që lexohen, po s'do thosha libra të thjeshtë, prandaj hezitoj se nxjerri fjalën, domethënë. Po libra që janë jo me shumë ngarkesë, jo filozofike apo letrare, edhe po që natyrisht mund të lexohen. Po marrëdhënia e fëmijëve me librat si ka qenë? Marrëdhënia e fëmijëve me librat është çka, nuk është në nivele shumë të kënaqshme, edhe sepse përveç prindërve, se prindërit bëjnë punën e tyre, atëherë edhe kjo prap nga një studim se unë lexoj ç'a ndodh jashtë pak a shumë për t'i përshtatur edhe për të kuptuar tek e fundit ç'a ndodh tek ne. Një nga gjërat që është e provuar dhe ishte provuar, domethënë në një studim që është kryer, është që nëse prindrit ju lexojnë fëmijëve që pa filluar ata të mësojnë leximin, ata janë të destinuar të bëhen lexues në të ardhmen, domethënë në përqindje shumë të lartë kjo, jo gjithmonë, po që në përqindje shumë të lartë. Pra nis që në vogëlit, që në 3 vjeç kur arrin të kupton. Dhe prindri duhet ta bëj çdo darkë, ta bëj si detyrë, ta lej atë celularin edhe të merret dhe ti lexoj fëmijës vet sa të mundet. Nuk është ta bëj si detyrë brenda vetes nëse dëshiron realisht, por duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë gjë, që nëse bëj këtë, arri, se s'mund ta kërkosh një fëmijë që s'ka lexuar të thosh 12 vjeç ky fëmia im s'lexon fare. 12 vjeç kanë frikë se ka humb trenin. Pavarësisht se fillon gjithmonë në moment të vogël. Patjetër. Kjo është thash flas me një studim që është shkruar në Itali, domethënë, edhe e kam edhe të printuar që e shikoj sepse ideja është cila është mënyra. Domethënë fëmijës i lën një iPad në dorë edhe e zgjidhen prindrit. Pastaj më vonë natyrisht do të jenë dhe shkollat, kurrikula, e cila nuk bën një punë të pëlqyeshme në opinionin tim. Ndërkohë ne sot jemi si çdo ditë jemi në mjediset e mrekullueshme të kampusit të Universitetit Barleti, jemi në kampusin e ri i cili është inauguruar në 16 vjetorin të Universitetit Barleti. Si e shihni këtë ndryshim? Shiko, unë Universitetin Barleti kam përjetuar edhe që në fillimet e veta, edhe gjëja që bën boom në këtë moment është arritja e asaj që ata që themeluan këtë universitet kishin në mendje dhe në vizion, domethënë në vizionin e tyre. Kjo ndërtesë e mrekullueshme, e niveleve më të larta, domethënë një gjë të tillë është e vështirë ta gjesh te jashtë, edhe kjo gjë bën ndryshimin natyrisht.
Por nuk mjafton ndërtesa. Ka ndodhur, universiteti është rritur, ka pasur qoftë në mënyrën e mësimdhënies edhe në fakt sot një djalë, një çun me cilin po flisja, më tha një gjë shumë bukur, sepse gjithmonë flitet midis dallimit midis universitetit privat dhe universitetit shtetëror, mos është më mirë te shtetërori, mos është, unë nuk dua të jap këshilla, po ai tha një gjë shumë bukur. Çfarë ndodh? Tek universitetet shtetërore shpesh shkojnë nxënës të shkëlqyer, që për shkak të mungesave të ndryshme, po edhe mungesave të ndryshme thash, jo thjesht tek ndërtesat apo çfarë ofron një universitet si lehtësi studimi, por sidomos tek mësimdhënia, dhe mësimdhënia është shumë e rëndësishme, dhe një student të shkëlqyer e kthen në një mediokër. Ndërkohë që në universitete private, të cilat japin mundësitë, edhe këtë ma tha ideali që kishte lidhje domethënë me universitetet private, dhe një student të nivelit të ulët e kthen në një nivel normal. Pra sepse jep zhvillon mundësinë, qoftë me literaturë, qoftë me edhe me ndërtesën tek e fundit, domethënë edhe për mënyrën se si përse se njeriu edhe duke parë arkitektura, ç'është arkitektura në fund të fundit, arkitektura zhvillon është si një pikturë e bukur në vetvete. Domethënë kur ti gjendesh në një vend bukur, je më i motivuar për të mësuar, je më i motivuar edhe për të bërë gjëra të bukura, për të qenë më kreativ, le të themi, se kjo është ideja, kjo është edhe filozofia. Na shtyn më tepër për të mësuar, për të shkëlqyer. Them se po. Nuk dua të bëj shumë zyshëm, po e mendoj në një këtë mënyrë, gjithmonë duke e lidhur edhe me pjesën vizive. Në 16 vite që nuk jam pak, 16 vjet, si ka evoluar ky institucion? Ka evoluar në shumë drejtime, janë hapur shumë degë të reja, me sa kuptoj kanë dalë, është rritur, po themi, ky universitet në 16 vjet ka alumni tani, domethënë ka një grup njerëzish që kanë mbaruar edhe që kanë bërë një rrugtim, që kanë arritur diku. Edhe kur kthejnë kokën pas, alumni, nuk e di se mund thuhet në shqip, po më duket se alumni është, janë grupi nxënësve që kanë i përkasin, pra që kanë studiuar në këto banka, edhe që mund të japin nesër edhe kontributin e tyre. Është rritur, kemi thash, pjesa tjetër ishte i përkiste pyetjes më lart, domethënë edhe është arritur që të ndërtohet një gjë. Çfarë dallon Barletin nga universitetet e tjera? Ndoshta edhe ky vizion, domethënë të paktën me çfarë kemi parë përdallë, ndërtesat apo le themi çfarë ofrojnë në universitetet e tjera janë ca ndërtesa si shkollat tona të dikurshme. Ndërkohë që ti futesh këtu edhe shef gjëra që me thënë vërtetë unë nuk kam parë as në vende të tjera. Domethënë është ai modeli modern i mësimdhënies. Ka ecur përpara me teknologji, me arkitekturë, edhe me gjithçka tjetër. Folëm për libra, për shkollat, universitete, mësimdhënie, ndërkohë si kanë ndryshuar brezat, si kanë ndryshuar brezat me arsimin vite pas vite? Kjo është një pyetje. Shiko, është e vërteta është që brezat sot janë më të shpejt, nuk diskutohet. Domethënë, sado që prindrit ta mund të kenë qenë të shkëlqyer në shkollë, nëse ti lën mes rrugës u mbasin. Dua të them, e kam për ta banalizuar këtë gjë, po edhe po të shkoj, edhe në raport me dijen, ka ecur kaq shumë, bota ka vrapuar kaq shumë, saqë edhe ata them që kanë qenë dhe nuk janë update, pra nuk janë përditësuar, kanë ngelur mbrapa. Domethënë siç ndryshon me koha ndryshon, lëviz shumë shpejt tashmë, nuk lëviz me 50, lëviz me 1000 km/h. Dhe mendoj që gjithsesi dhe mësimdhënia duhet, në fakt në Shqipëri duhet ecur jo më shpejt, po duhet ecur më me thelb, më në brendësi, jo ta bëjmë sa për të kaluar radhën edhe të bëjmë gjëra sipërfaqësore sa për të kaluar radhën. Por që natyrisht brezi i ri është shumë më i zhvilluar. Mirë do ishte që të thelloj pak më shumë, sepse është i zhvilluar për të lexon më shpejt, kap sinjalistikën, shumë çka tjetër, po do ishte mirë të thelloj çik më shumë. Edhe këtë mundsi kjo ka lidhje pastaj me mënyrën klasike, do thoja që duhet patjetër të jetë pjesa jonë e edukimit edhe e studimit të përditshëm. Zonja Duda, ju falenderoj që ishit sot këtu me ne dhe ju uroj pushime të mbara. Faleminderit.